Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në qeverinë e Maqedonisë së Veriut u nënshkruan kontratet e programit Vendpunësim 2025, ku nga 6045 aplikime u përzgjodhen 2545 qytetar. Programi mbështet një fond rekord për 25 milion euro, 2 fish më shumë se vitin e kaluar. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Dyrmishi vuri në duke rëndësinë e sipërmarrësve të rinj për zhvillimin ekonomik lokal. Ai theksoi se në vitin 2026 të rinjt do të marrin mbështetje shtesë për integrim më të shpejtë në tregun e punës. Dyshimet për keq përdorime me rezerva shtetërore të mallrave në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë vendosur në hetim dhe ish zëvendës ministrin e bujqësisë, një drejtor dhe 3 funksionar. Për këto hetime, policia ka ndërmarrë veprime në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike të Shkupit, Tetovës dhe Kumanovës. Sipas informacioneve të para, persona dyshohet se duke mos kryer detyrën e tyre zyrtare kanë mundsuar të fshihen nga rezervat e shtetit materiale, duke shkaktuar një dëm në buxhet për rreth 780.000 eurosh. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon sërish zgjedhjet parakohshme. Në kryetari BDI-s Arber Ademi tha se duhet ketë zgjedhje, pasi qytetarët janë ata që vendosin se kush duhet t'i përfaqësojë dhe ai vendim duhet të respektohet nga të gjithë. Sipas nënkryetarit partisë më të madhe shqiptare në opozitë, fituesi duhet të jetë pjesë e organeve të vendimarrjes. Duhet t'i kthehet përsëri qytetarëve, duhet t'i kthehet përsëri mandati qytetarëve, në mënyrë që qytetarët sërish të vlerësojnë se kush do të jetë përfaqësuesi i tyre. Dhe ai vullneti i qytetarëve duhet të respektohet nga të gjithë, ama nga të gjithë. Me çfarë rast fituesi jo Bashkimi Demokratik për Integrim, por fituesi duhet të jetë pjesë e organeve të vendimarrjes, e veçanërisht atyre organeve të cilët dalin drejt për drejt nga vullneti i popullit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ish kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha paraqiti deklaratën e sekretares përgjithshme të Partisë Popullore Europiane, Dolores Monserrat, ku sipas tij është dënuar ashpër situata në Shqipëri. Për kryetarin e Partisë Demokratike, drejtuesja e Partive Popullore Europiane e ka përshkruar vendin si një narkoshtet dhe ka ngritur shqetësimin për lidhjet e qeverisë shqiptare me kartelet e drogës. Berisha tha se kjo deklaratë përbën një qëndrim të qartë të Partive Popullore Europiane ndaj zhvillimeve politike dhe kriminale në vend, ndërsa akuzoi qeverinë për kapjen e institucioneve dhe për shkallëzimin e trafikut të drogës. Bashkimi Evropian kërkon sërish nga Kosova të krijojë një qeveri të qëndrueshme. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë gjatë samitit të paqes dhe demokracisë deklaroi se Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm, por për të ecur përpara duhet qeveri sa më shpejt të jetë e mundur. Na nevojitet një partner, Bashkimi Evropian duhet të mbetet i angazhuar, i qëndrueshëm dhe mbështetës, dhe ne jemi. Angazhimi ynë ndaj rajonit është thelluar, jo dobësuar. Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për të mbështetur Kosovën në këtë rrugëtim, tha Orav. Thirrja e tij është dhe për rëndësinë e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit si kusht për progresin drejt Unionit. Bashkimi Evropian ka qenë i qartë, përparimi varet jo vetëm nga reformat e brendshme, por dhe nga avancimi i dialogut të lehtësuar nga BE-ja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Kjo kërkon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve bilaterale, forcimin e institucioneve demokratike, mbrojtjen e lirisë së mediave, sigurimin e sundimit të ligjit dhe ruajtjen e karakterit shumë etnik të Kosovës. Këto nuk janë pengesa të vendosura nga Bashkimi Evropian, ato janë themele për një të ardhme të qëndrueshme dhe të begat, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.